Së fundi Federata Komiteti Ekzekutiv ka lançuar një projekt i cili ka të bëjë me mirëmbajtjen e fushave të gjithë ekipet kategorisë parë dhe fushave që ne do t'i përdorim për zhvillimin e stërvitjeve të kampionatit U17 që organizohet në muajin maj. 13 klube dhe shpinë e futbollit dhe stadiumin kombëtar do t'i furnizojmë me makineri të reja. Pra, Komiteti Ekzekutiv ka marrë vendimin për t'i furnizuar me makineri mirëmbajtje. First, you tell me about what has happened. Duke filluar nga sot, ne do monitorojmë të gjithë punonjësit që do merren me mirëmbajtjen e fushave. Nga ana tjetër, ne do kërkonim dhe nga klubet që të mos vazhdojnë mos stërvitjet në fushat e stadiumeve, sepse përsëri po vërejmë që ekipet po në stërvitjen në fushat e stadiumeve. Nuk janë në shumicë, por ka gjithmonë ekipe. Për këtë federata do veproj me shumë rreptësi, sepse ne shikojmë shumë të rëndësishme që stadiumet të jenë në gjendje më perfekte për të zhvilluar sa më bukur këtë lojë.